Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma ku do që në ndeshni të ndëruar shikues, orët po numërojnë në tavolinat e politikanëve duke pritur një vendim të tyre. Nëse në seancën e nesërme apo të pas nesërme do t'japin zgjidhje temës që mund ta çojë vendin në një bllokat me gjas të re politike rrjedhimisht dhe në zgjedhje. Kam ftuar njërin prej politikanëve të rëndësishëm politikë Kosovës me një trashëgimi të rëndësishme po ashtu politike. Jo pse po them, po sepse kur ta prezantoj është që mund t'jap një reflektim dhe observim mbi atë se si është këtë temë të madhe, gati një telenovel e përsëritur politike e këtij vitit të humbur politik të vitit të kaluar. Prezantoj Xhavit Halitin, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës. Haliti, faleminderit për kohën. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Kush është presidenti i Kosovës për ju, nesër pas nesër? A do të ketë Kosova president? Tani, me qenë se ka filluar dhe humori, lidhur me kush do të jetë president, sot e lexova Enver Rubelin që ka shkruar, që i ka ofruar 3 kandidatura BE-ja për të qenë president me mandat 2 vjeçar në Kosovë. Është një fenomen që është përsërit sa herë që ka pas situatat e tilla për t'i bindë qoftë raportet e brendshme të partive, qoftë të tjerë, që dikush i fuqi mbi njerëzore ose më e madhja në botë është i interesuar me qenë X ose Y president, dhe kur është bën ndonjëri, kanë thënë ka mbështetjen e Amerikës ose të Anglisë ose të dikujt të BE-s, por na jemi një vend i vogël, vend fare i parëndësishëm sa i përket situatave që krijohen në glob. Tani është një situatë tepër e rrezikshme. Ka filluar pothuajse një luftë e paparashikueshme për të ardhmen, që sipas ngjarjeve që ka ndodhur, është sulmuar edhe një vend i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian. Çipra po. Që sipas kushteve, standardeve dhe rregullave që ka NATO, duhet një reagim lidhur me këtë. Sidoqoftë, Kosova është akoma në tranzicion, akoma s'është pjesë e institucioneve më të rëndësishme ndërkombëtare, siç janë OKB-ja, siç janë NATO, për cilat pretendojmë me hy, dhe kemi mangësi të mëdha në sa i përket dokumenteve themeltare, siç është Kushtetuta e Kosovës, dhe rregullave për të cilat në një variant ose në tjetrën janë bërë edhe pengesa për zgjedhjen e presidentit në këtë rast. Mendoj që Kushtetuta duhet ndryshojë sa i përket zgjedhjes së presidentit, mos jetë strikte që nëse nuk zgjedhet njëri shkojmë në zgjedhje, që të ketë mundësi ose të shkojmë të zgjedhet presidenti me votim popullor, ose të jetë mundësia e disa kandidaturave, deri në 3-4 kandidatura, të cilat mund votohen 3 herë, siç e ka Shqipëria, dhe nëse nuk votohet për 3 herë, si kandidaturë vjen kandidatura tjetër. Pra, nuk duhet me pas të theksuar kaq shumë që nëse nuk zgjedhet brenda një hapësine kohore siç është tani, që po deklarohen 4 marsi, që s'është ashtu, sepse se unë sa mund të filloj me 4 mars, se mund të përfundoj me 4 qershor. Me rëndësi është me fillu seanca për zgjedhjen e presidentit, dhe mos me u shpenzu ajo hapësina kohore, duket një lojë fëmijësh ka pasaj. 3 herë me u votu. Na i kemi votu përpara mbrana ditës, kemi votu 3 herë dhe e kemi zgjedhur, por ka pas marrëveshje politike në mes subjekteve. E di një herë kur është zgjedhur Hashimi,
Në votimin e parë ka qenë mesazhi i kryesisht i pozitës dhe i parlamentit që ne me desh nuk zgjedhim dhe ka pas më pak vota se 50%, nuk e di si numër sakt, por në votimin e tretë, më thoni ka marrë votat dhe është bërë president. Pra, tani situata është në duart e realisht në duart e vetëvendosjes, oferta është e tyre, dhe nëse ata kanë interes me shku në zgjedhje, zgjedhje të reja kanë ma lehtë për ta qu vendin në zgjedhje të reja. Opozita është me dy mene, paka shumë, sepse nuk ka një qëndrim përbashkë lidhur me atë se do të votohet kandidati i VV-s apo nuk do të votohet. Por nëse shkohet me një kandidatur që deri tani nuk ka emën tjetër përveç Vjosës, bile dhe ajo nuk është akoma së zyrtarizuar, sa di unë, si kandidatur në Kuvendin e Kosovës, atëherë duhet parë se a mund zgjidhet Vjosa apo s'mund zgjidhet. Për ju, cila është zgjidhja Haliti? Që shihet ose nuk shihet fare në sipërfaqe? Kush? Për ju, cila është zgjidhja? Zgjidhja nesër pas nesër, cila do duhet të ishte zgjidhja? Zgjidhja është ajo që kam thënë sa herë, që presidenti i vendit i Kosovës duhet me qenë një figurë vlerësuar, një figurë, një politikanë, sepse na nuk mujmë me marrë me po president që vjen, që paka shumë s'ka përvojë politike, dhe që i ka parasysh Kushtetutën e Kosovës dhe rregullat që duhet i njeh dhe Kushtetutën që duhet edhe ligjet që duhet t'i zbatoj. Për mu presidenti nuk është figurë mreti në Kosovë, dhe pse na kemi pretendime me nxjerr, dhe me thonë president edhe ku ta dion në çka është. Por ajo që unë e shoh dobësi të mënyrës se si funksionon presidenti është që presidenti s'jap llogari asnjëherë në parlament. Nëse zgjedh parlamenti, presidenti duhet të jap llogari në parlament. Dhe kjo s'po them që unë kam dëshirë, por unë kam pa në Kushtetutën e parë ose kornizën kushtetuese ka qenë obligative për të dhënë presidenti llogarinë në parlament, pastaj kur zgjedh Rugova, ishte figurë çfarë ka qenë Rugova dhe ideja u bë që të kopjohet Amerika, që presidenti vetëm raporton, asi man fjalim në kuvend. Mendoj që jemi vend i vogël për ta lënë diken një president me kompetencat e shumë më të vogla se tati presidenti që po them të Amerikës, po e zvoglojmë për Kosovën që nuk e llogari në parlament dhe që vepron në variantin e vet, edhe pa kompetenca shtesë. Pra, duhet pa tjetër me ndryshu Kushtetutën dhe me kriju një mundësi kushtetuese që ose të shkohet në zgjedhje të presidentit nga populli, ose të lehet hapësirë konkurrimi për president edhe të politikanëve, por edhe të figurave të caktuara publike me kushtet të cilat mund t'i parashef ligji dhe kushtetuta. Paradoksalisht, për herë parë duket që Kosova ka problem me president, jo se nuk kishte edhe me herët. Gjithmonë ka pas. Jo se nuk kishte edhe me herët, sepse që nga presidenti Rugova, zoti Fatmir Sediu, pastaj zonja Atifete Jajaga, Bexhet Pacolli, zoti Hashim Thaqi dhe veç se fundi me zonin Osmani nuk ishte thuajse ai problem. Zakonshëm
sistemi politik ka përjetu gjysmë traume kur e ka pasur në derë temën e presidentit. Me heret pati një propozim, një draft për një reformë kushtetuese dhe zgjedhore, ku ishte edhe presidenti i propozuar, por nuk ishte vullnet politik aliti. Vite me heret në legislaturat e kaluara ju keni qenë deputet në atë kohë dhe duke që liderët e partive nuk patën vullnet ta shtyjin përpara këtë. Pyetja ime është, kush është propozimi PDK-s për kandidatin për president, me qenë se keni deklaruar publikisht si subjekt politik që mbështetni një kandidat në kuvend që është rezultati propozimin nga ana e PDK-s? Shiko, unë personalisht kam propozuar diçka pak më ndryshe nga kjo që e ka propozuar kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës. Unë kam menduar që duhet me ullë në tavolinë dhe po them këto partitë kryesore që janë kryetarët e tyre dhe me bisedu për emra bashkë dhe me Albinin, jo me imponim. Dhe me qenë se është partia e dytë dhe me qenë se gjithë pushtetin është i koncentruar të VV-ja, mendoj që një figurë unifikuese që mund t'i përballoj situatave që ta kryej detyrën e presidentit, do duhet me qenë një kandidat i propozuar nga Albini. Kështu e kam menduar, kështu e kam thënë. Me qenë se kryesia e partisë ka deklaruar dhe është përcaktuar që kandidatin duhet ta votoj, ose do të duhet, nëse dojnë marrëveshje VV-ja, duhet kemi një kandidat që propozon partia dhe që VV-ja e voton, atëherë ka ardhur deri tek një situatë në cilën Albini është deklaruar edhe publikisht, por edhe eksponent të VV-s, që ne nuk jemi kundër kandidaturës së PDK-s, kush do qoftë, dhe formalisht kam thënë që ne i sigurojmë edhe 8 nënshkrime të cilat nuk i ka PDK-ja të vetat për ta kandidu. Pati me shirë figurativisht kurti për ju. Kemi edhe kandidatin tonë, cili do të garoj me kandidatin e ju. Luajti mirë PDK? Luajti mirë politikisht me kurtin PDK? Duke që kurti ka, beson se kurti ka me shirë ndaj PDK-s? Po flasim apo është tallje me ju? Që tjetë edhe opinioni interesuar, ta përfundoj këtë, dhe si duket kjo e krijon një situatë blokade në raportet e PDK-s me VV, dhe realisht unë nuk jam i sigurt që PDK-ja mund të qëndrojnë këto rrethona në parlament për ta votuar presidentin. Sidoqoftë janë edhe, po them, është kohë e shkurt për cilën do duhet të veproj, por me sa e pash, dje, unë këtë kryetarin e LDK-s, Abdi Gjikun, ai e le hapun mundësinë që të votohej. Edhe Zonja Osmani, LDK nuk mund të jetë kundër Zonjës Osmani. Të votohej Zonja Osmani, edhe pse Zonja Osmani akoma nuk e ka zyrtarizuar. Nuk e ka bërë kandidaturën zyrtarisht. Tani, menoj, s'po them që, s'po pretendoj që kam informatat sakta, por mendoj që Albini është shumë interesuar që të shkojmë në zgjedhje, treja, për shumë arsye, ka idenë që mund të fitoj edhe më shumë se që ka fituar, por kryesorja është që obligimet që ka në raportet ndërkombëtare për fillimin e bisedimeve dhe për fillimin e zbatimit të marrëveshjeve janë e detyrojnë në një farë mënyrë, japin një mundësi shtesë për ta prolonguar, mos po ndryshon diçka basia ndërkombëtare që unë nuk e besoj. Dhe ai
normalisht nuk dënë një president, po them, të cilin nuk e kontrollon vetë. Abdi Gjiku dje u deklarua që nuk mund dalë LDK kundër Vjosa Osmanit. Partia ati ka dhënë ati mandat të negocioj me mbi temën e presidentit. Mund t'jetë zonja Osmanit presidentit sipas jush apo jo? Në qoftë se LDK-ja, Sepse po flasim për numra. po, në qoftë se LDK-ja e voton dhe AK-ja qëndron në sallë dhe Pakica qëndrojnë në sallë, atëherë mund të zgjedhen. Është punë numrash. Votohet 3 herë, nëse votohet parën herë me 2/3, do me thënë, atëherë kalon me të parën herë, në qoftë se jo me 3 herë ka të sigurt, nëse janë 80 deputet në sallë dhe votojnë 61. Po taktizon Kurti duke mos përmendur emrin e Vjosa Osmanit sipas jush Haliti? Qysh? Po taktizon Kurti duke mos përmendur Vjosa Osmanin, duke mbajtur shoqërinë në dilemën, nëse Kurti po jap mbështetje etj. Kush po humb lojën politikisht, terrenin politikisht? Në emër të Albinit, Jo. por Ka jo se si e lexon. ai është në betejë politike kryesisht me PDK. Dhe nëse arrin me i bë votat për një kandidaturë tjetër të cilën do ta dëshonte ai për ta ndrru Vjosën, edhe mund të vepronte. Nuk e di, s'mund të them se s'kam informata, por sa është e dëshirueshme Vjosa për Albinin nuk e kam parasysh, por nuk mendoj që ka rezerva për disa arsye, të cilat ndoshta s'ka nevojë që t'i them, ose mendimet e mia t'i them këtu, sepse kemi një situatë që është interes i vendit. Por, sidoqoftë, është mirë që Kosova të mos mbetet pa president. Haliti, bëri mirë opozita që shkojnë ndarës në takim të zoti Kurti, apo jo? Luajti mirë lojën politikisht, apo jo? Se gjithë narracioni publik është që kujt po i mbetet faji në një situatë që mund të shkoj vendin në zgjedhje. Faji është i VVS, nuk është i opozitës, asnjëherë. Kryetaria Kuvendit tha PDK po shihet bllokuese tash e presidentit. Tani, ata Prandaj po e lexoj si betejë. Po bojnë fushatën e tyre, ata kanë interes. Shiko, ata kanë fillu goditjen e PDK-s. E kanë pas si synim, nuk kanë mujt me godit shumë, tani e kanë qelsin, e kanë bërë një strategji që nuk është sekret, caktuar, e cila ka synim dobësimin e PDK-s. Tani PDK-ja duhet ta ketë projektin e vet për me forcu partinë, për me organizu partinë dhe për të përballë me këtë taktik, do të thoja, strategjike tyne, që të dobësohet PDK-ja dhe pastaj të ketë duart e lira me vepru. Pozita. Çka e pengoi PDK-ja në këto 5 vite që të mos vepronte zoti Kurti? Nuk e pengoj sepse nuk ka luajt rol opozitar PDK-ja. Pse ti druhet PDK-s? Pse të taktizoj ta sulmoj PDK-n? Por Sipas jush. I druhet sepse po ungjall aktiviteti i PDK-s, qysh i ka mundësit, është problem jo për LVV-n, po edhe për ma shumë. Neve si parti nuk i kemi përdor kapacitetet tona, mundësit tona, njerëz tonë, lidhjet tona, për t'ju kundërvën lëvizjesve të politikisht, po? Politikisht. Kemi përdor parlamentin, kemi përdor mediat, konferencat për media, qëndrimet publike. Këto kanë qenë përpjekjet tona që
një farë forme të bëjmë një betejë mbrana institucioneve, por pa u akuzu që po dojmë me bot njëjtën gjë që ka bo VV-ja për me marrë pushtetin. Tani, mundësit edhe fuqi duhet mi matë në tavolinën ku merren vendimet në parti, angazhimi duhet jetë nëse ose dojmë me ndryshu situatën. Votuesi juaj është rahat me mënyrën e moderim, votuesi juaj PDK-s, ndjet rahat me mënyrën se si e përfaqësoni në raport me gjitha këto zhvillime. Votuesi Çfarë ju thonë njerëz? Votuesi PDK-s don me pas pushtetin PDK-ja. Tani me marrë presidentin, PDK-ja nuk është pushtet. Për mua është pateric e LVV-s, sepse ti je obligum me funksionu në bazë kushtetutës, bazë ligjeve dhe me ndërtu, po themi, i e figurë uniteti dhe duhesh përveç me ndërtu unitet politik me krejt spektrin politik, duke përfshi edhe pakicat edhe listën sërbska dhe gjithë tjetë, je i obliguar që të bashkëpunosh ngusht me kryeministrin, me ministrin e jashtëm të Kosovës dhe me ministrin e mbrëmshëm, me ministrin e mbrojtjes, duke pas edhe përgjegjësinë për situatat jashtëzakonshme të cilat realisht të dera i kemi dhe si dihen mundësitë e ndërmarrjes se kur ka shtjellime çfarë kanë fillu, mund të ketë edhe veprime edhe në Ballkan kundër njëri tjetrit. Është një situatë për të cilën patericë të pushtetit e quajtë. Patericë të pushtetit e quajtë presidentin në situatën e tashme. Shiko, unë kam qujtë noter. Këta po i dhënohen që po i them noter, noteri është fuqi. Fuqi sepse pa noterizimin e vendimeve dhe ligjeve nga presidenti nuk miratohen. Okej, na mujmë, është ajo klauzola që në qovë se kalon 2 herë në kuvend, kur e kthen presidentja, atër quhet e i miratuar ligji, sepse ka lënë hapësirë për të mos qenë blokad presidenti. Dhe po e marrë figurativisht një president nga opozitat i cili është ta quajmë ushtar i kryesisë partisë e cila ka quajë me pajtueshmëritë asaj të Albinit, po themi, figurativisht. Atëherë nuk do ta kisha, askush do ta preferonte një president të tillë i cili bllokon gjithçka. Dhe për opozitarizëm një president i PDK-s ose i LDK-s ose i AK-s, atëherë është problem edhe për funksionimin e shtetit. Pra, presidenti ka kompetencat e veta edhe në çështjen e sigurisë, duke pas mundësinë për të bërë komandant i përgjithshëm në situata edhe për situata lufte. Prandaj kërkohet që presidenti me qenë i balancuar dhe i përgatitur dhe me përvojë politike. Po ishte zonja Osmani president e balancuar në këto 5 vite? Ishte apo nuk ishte? Kush? Zonja Osmani ishte? Përfaqësoi balancin e pushtetit? Përfaqësoi unitetin apo jo? Sepse duket se Kurti po bën ironi pak me gjithë opozitën duke i quar indirekt mesazh zonjës Osmani, duke i thënë se nuk po të dë opozita. Mbase, siç tani mi kem me ke shërby me shumë se sa që duhet, prandaj është kjo situatë. Nuk e besoj. Një paradoks i llojit vetë. Nuk e besoj që ka shku në atë shkallë, sepse ai nuk ka zgjidhje. Realisht, zgjidhja e vetme aktualisht, për me ka përcy ujin, për zgjedhjen e presidentit është nëse LDK-ja dhe AK-ja dhe pakicat qëndrojnë në kuvend.
po them, në kushtet në qoftë se PDK-ja nuk ndryshon mendim nga qëndrimet e djeshme. Në qoftë se PDK-ja ndryshon qëndrim. Sepse në qoftë se na jemi, të me zbatu kushtetutën, si që është, dhe si që ka preferu gjithmonë edhe gjykata kushtetuese, deputetët e kanë për obligim që të rinë në sallë dhe të votojnë për, kundër ose të abstenojnë. Në këto rrethona lejohen edhe veprimet politike të cilat janë edhe mos menoj në sallë. Por kushtetuta nuk i parashef këtu. Andaj po them që uroj që këto sot e nesër të ketë negociata të mira dhe të ketë një kandidaturë e cila do të votohet. Negociata në nxorr për emrat që mund të dihen tashme, kush mund të jetë president? Po negociata sa për sy e faqe? Negociata në kushtet zorit? Jo, s'ka zor. Nuk ka zor, sepse na mund shkojmë në zgjedhje, mund ta çojmë vendin në zgjedhje, nëse ka pajtueshmëri, por mendoj që njerëzit janë lodhur për zgjedhjeve, qytetarët janë të lodhur dhe nuk e besoj që me bani pyetësor nga 100% që nuk e besoj që 90% janë për zgjedhje. Janë kundër zgjedhjeve. Është e habitshme për ju pse PDK dhe LDK nuk u takuan asnjëherë së bashku, bashkë me AK-n, për të bani platformë të përbashkët. Shiko, nuk ndodhe kjo. Base për temën e presidentit. Nuk ndodhe kjo dy, do më thonë, ne humbem një vjet, dhe su takun asnjëherë për të marrë një qendrim përbashkët, për ta pas një kandidat për kryeministër, dhe e kishin mundësinë për ta zgjedhur, sepse ta ron në Grackën e Albinit, për raportet me listën sërbska, duke konsideru si tradhtiq do bashkëpunim me listën sërbska, ata janë 10 deputeta, 11. 9, po. Po, 9 janë edhe ky Rashiqi 10. Është politika dhe zgjedhjet janë një farë matematike. Dhe vendosin ata që kanë drejt me vendos, jo ata që s'kanë drejt me vendos. Pëlqej dhe s'pëlqej, nuk është që s'kemi pas mundësi me bo qeverin në zgjedhjet e kalume. Opozita, por opozita, po them, ka ra në Grackën e VV-s dhe ja kalon të lirë mënyrës se si ka funksionu për një vjet pa qeveri. Të habit kjo? Jo. Është dita e punë, nuk është e habitshme, por mendoj që llogaria politike ka qenë gabueshme. E njeni taktizime që bëjnë edhe një tërtë. Është dashur, unë ju kam thënë edhe publikisht sa herë, që është dashur që bisedat që në zhvillu, se ka pas bisedime para asaj, që partia e parë me pas kandidatin, partia e dytë, do me thonë, mas VV-s, me pas kandidatin për kryeministër. Dhe këtë me pranu edhe LDK-ja edhe AK-ja. AK-ja ka qenë, nuk ka qenë problem, po LDK-ja s'ka pranu. S'ka pranu më urtë, s'ka pranu mja dërzu votat e saj kandidatit për kryeministër nga PDK-ja. Njëjtën gjë ka bërë dhe PDK-ja në raport me LDK-n. Edhe pse si ka taku LDK-s, me sa di unë, është bisedu paraprakisht që, ose po them paktën sa na ka tregu zoti Homza, që është kërku që partia parë, qoftë edhe me një deputet më shumë, me pas drejtën për me pas kryeministër. Nuk ndodhi. Tani jemi në një situatë tjetër, kryeministri është zgjedh, thënë nuk ka qenë më problem kryeministri, është zgjedh ajo kryetarja e parlamentit,
Albulena, që është bërë Në 51.1% të vota. skuadrën, është zgjedhë. Po. Dhe tani është presidenti. Presidenti është i gjithëve, ose kështu do duhet ishte. Ishte e gjithëve Vjosa, Osmani. Ju Shikon, keni qenë kritik për të me mënyrën kushtetut, edhe po, për rezultatet me kushtetut, e përfaqësimit po, vizita zyrtare jashtë. Unë mendoj që ka pas shumë të meta në mënyrën se si e ka kry detyrën, por nuk e ka damtu diçka, mendoj, nuk ka damtu interesat e shtetit. Nuk mund të them që ka damtu, por kompetencat e saj nuk i ka përdorur dhe mënyrën se si do duhet presidenti që është i gjithë dhe me funksionu, nuk ka funksionu. Ka funksionu si presidente me zyrën e vetë, edhe ka shku veç zyra saj ka qenë. Ose kanë shku në herë me Albinin bashkë në një konferencë, po jo më shumë. Ke përmendur numra vizitash, statistika, numra, dhe i ke kthyer ato në mekanizëm vlerësimi që rezultat sonë. Jo, janë për 4 vjetë, janë 150 ditë që ka qëndru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një takim bilateral. Që janë shumë, për një president, as i Izraelit, as i Ukrajinës, që janë në raporte dihet çfarë janë, s'ka qëndruar as gjatë. Po pse o shkuat? Janë aq ditë me lanë vendin pa president për me shku në Amerikë dhe për në vaki për të atakuar dhe emigracionin, nuk ka nevojë. Ka nevojë presidenti ashtu. Presidenti është këtu. Për me pas nevojë diçka ka ambasadën. Ku ka ambasadën këtu në Prishtinë. Për çat punë është kjo. Qa ke punë me Amerikën, qa ke nevojë, qënë mesazhin deri sa ta bindësh presidentin e Amerikës ose sekretarin e shtetit me të prit. Me të prit zyrtarisht, takim bilateral, me flamojnë djonët. Jo është, e ka thirë dikush tani mullër gjeje një asi që ndërhyn, jo ata takojmë këto, jemi taku në për tash nuk e ka kry mandatin, por kush do që ta merë mandatin e presidentit, menoj që janë, kur je i gjithve, delegacioni duhet me pas përbashkë. Opozit. Duhet me pas bizneset në veti, biznesment e Kosovës, jo banditat, kontrabandistat, as ata që e shkelin ligjin, po ata biznesmen të mirë, që paguajnë tatimet, që janë të interesuar me kriju raporte, me bë lidhje, sepse e ndihmojnë edhe presidenten edhe i vendin, ata që... Kështu do duhet ishin vizitat e saj jashtë Kosovës? Kështu do duhet të ishin vizitat? Kështu duhet me qenë, jo do duhet. Kështu i bëjnë gjithë. Gjitha, ka opozitën me veti, fotografi delaj të folë me presidentin, ex-presidentin, po të tjerët i ka kështu. Ekziston mundësia, për shumë kam qenë të Erdoganit disa herë në takim, e ka pas një praktik dhe e thirrte pastaj shefin e delegacionit, kushdo që ishte, hajde dalim një 5 minutë në zyrën tjetër, ata që janë delegacion, pinë kafe, bojnë mohabet me njëri tjetrin, edhe pala që pret, edhe pala që është musafir. Janë metodat të leta të protokollit përfaqësimit. Por diskutimet, bisedimet duhet jenë transparente dhe duhet të jetë informuar. Në të pikë nuk e kreu punën në zonja Vjosa Osmani. Ja, unë të pakten nuk e kam as një fotografi dikon të pame, që me gjithë se nuk e di sa takime bilaterali ka pas për jashtu këto të konferencave edhe vizitave për vakina, por nuk i ka ekspliku. Ma shumë ka shku edhe është dalë në fotografi e ka qitë në pa burrin e vetë, se sa opozitën, se sa në fundit edhe pozitën.
Sepse nuk e di që ka shku ndonjëherë bashkë me ministrin e jashtëm dikon, ose bashkë me... Nuk i kanë raportet e mira me zonën Ngërvalla. Bashkë me ministrin e Mbrëmshëm ka mujt me shku, ose me ministrin e Mbrojtjes. Jo, nuk ka pasur. Ose me shku me një grup deputetsh, përfaqësues të një komisioni. As këtë nuk e ka bërë. Tani si? Kjo është detyra e saj, nuk është e presidentit. Sepse ajo presidenti i Kosovës, ajo ka karriken, qatë minutë që se ka karriken nuk është. Edhe pse kompetencat edhe privilegjet i Kosovë, presidenti, i kryetari i parlamentit, kryetari i gjykatës kushtetuese dhe këta i kanë më të mira se çdo vend i rajonit. Kanë privilegjet përjetshme. Zoti Aliti, këto ditë u lakua shumë emri i Murat Jasharit nga vetë kryeministri si kandidat konsensual, edhe nga ministri i jashtëm zoti Glau Kunjufsa, por ai refuzoi, tha nuk mund të jemi pjesë e kalkulimeve elektorale. Dhe ju, si parti u deklaruat në mbështetje të një kandidature nga familja Jashari. Përse mendoni që u përdor? Dhe a u përdor në fakt emri i Murat Jasharit në këtë platformën e këtij konsenzusi, po them, të munguar politik? Si e shihni ju? Shiko, që është keq përdor emri familjes Jashari, që është keq përdor emri Adem Jashari. Kjo çdo mend që ka 20 e sa vjet që kur dikuj sjet puna marr, thot të orientohet anej. Na jemi në politikë dhe duke pas parasysh autoritetin që gëzon familja Jashari, po them tek të gjithë, e kanë propozu dhe ka pranu. Unë e çmoj shumë qëndrimin e tij, sepse nuk ka nevojë me përdor dikush as emrin e familjes, as emrin e Adem Jasharit, dhe me i fut ngar familjet mes veti se kush familje ka qenë më e rëndësishme në luftë, por ata janë forca dhe dhimbja e Kosovës si familje, dhe duke qenë e tillë, mendoj që Kosova ka obligime, obligim që në rrit moralin edhe në rrit në një farë mënyrë krenarin, edhe kur bisedojmë me dikën, për heroizmat që kanë ndodhur në Kosovë, edhe për familjen Jashari. Mendoj që deklarimi i Muratit ka qenë i duhur, që të mos u bërë mjet jo uniteti, por mjet për të përqarë shkena politike në Kosovë dhe për ta përdorur atë që kush është familja Jashari, është e jona ose është atyne. Qëndrimi është burrnor dhe është shumë i arsyeshëm për mua. Tjerët kanë vendimet e veta. Kosova ka detyrime ndërkombëtare me ligjin kombëtar të mbrojtjes amerikane që nënshkroi vetë Trump për të zbatuar këtë marrëveshje që ka arrit Kosova deri tash, sidomos edhe marrëveshjen e 27 shkurtit 2023 të arritur midis kryeministrit Kurti dhe Vučić, e shoqëruar me aneksin e zbatimit në orën 18 mars. Mendoni, zoti Aliti, që ky është zori i madh që ka politika, pastaj duke e bërë temën e presidentit si një temë kaq të pazgjithshme? Fshihet këtu sikleti si pasjush? Pikërisht, është kjo problemi më i madh, e mendoj unë, i cili e ka shtyr edhe herën e parë Albinin që të mos i krijojë institucionet e Kosovës, mos krijojë qeveri, të prolongojë, bëjë zgjedhje të reja,
edhe tani e ka të njëjtin hall. Se në fundit, presidenti nuk është ndaj pengesë për ta mundet me pranu edhe të LDK-s, edhe të PDK-s, edhe të AK-s, edhe kënda që është, vjen nga ka një mbështetje ose që dëshon, të paktën dëshon VV-ja, sepse pa VV nuk mundet mu zgjidh presidenti. Kjo është një realitet. A ka shumë vështirë sepse ka në pushtet me premtime shumë të mëdha dhe realiteti është që ai s'mundet me pengu zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar. Jo ai, po asnjë. Dhe une me sa di, e din që ka me pas një presion shumë të madh, i cili veç ka fillu, që të filloj zbatimin e marrëveshjes ose marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel edhe zotimive në Ohër. Kështu që duke shpresu ai që me prolongimin ose me zgjedhjet e reja, për t'i bërë zgjedhjet e reja do ta prolongojë fillimin e zbatimit të marrëveshjeve, është një çështje me të cilën ne po menoj po kalkulon. Thelbi i problemit këtu është. Pse Kosova nuk ka sot e nesër president, se mund ta kishte edhe para një muaj të votuar. Thelbi kryesor i tij është zbatimi i marrëveshjeve dhe dobësimi i PDK-s. Këtë ka tani, është projekti i tij. Agjend politike kurtë këtu. Po. Shmang, tërvatet shmang zbatimin e marrëveshjeve që ka arritur vet dhe ta godas PDK-n. Jo, si ka arrit vet. Si kryeministër, unë po flas si kryeministër i Republikës së Kosovës. Marrëveshjet e Brukselit dihet kush i ka nënshkru, zotimin e ka bë ky, s'po them me presion, por për mua ka qenë mençuri politike, sepse ato i ka nënshkru presidenti dhe ministri i jashtëm i Kosovës dhe nuk ke si ikën asaj pune. Ka qitë ato kthysat e veta, jo për fillojnë për kësaj pike, jo për asaj pike, jo për dojnë për parë që për dytës. Fillojnë me krejt. Ato si që janë, edhe problemi është që Kosova duhet me hyjë e pamvarur në BE, Kosova duhet me bë pjesë e OKB-s, dhe çështja kryesore që është dhe ka qenë dhe mbetet është mbështetja e Këshillit të Sigurimit dhe e vendeve që e ka njoftë Kosovën dhe duhet ta njohin tjerët për të bërë pjesë e OKB-s. Atëherë mund të flasim që kemi një diçka, një përparësi, jemi barabartë me tjerë dhe jemi garantuar ndërkombëtarisht më shumë se çdo herë. Ky me i dënë të gjitha, po them që janë të mira ato, por duhet ta kemi parasysh si kemi startin, si kemi pas startin, sa kemi arrit, dhe edhe sa kemi me ecë. Po besoj për disa probleme, si që është veriu, si që është asociacioni. Jo, asociacioni nuk mundet me ikaj. Ky punë që ai duhet gjithë po ja kërkojnë me zbatu, tash unë s'po ja kërkoj, por është marrëveshje. Është marrëveshje. Kompetencat duhet të trajtohen dhe kompetencat trajtohen në gjykatën kushtetuese, nuk trajtohen në parlament. Statutin ja kanë kërkuar gjithë ndërkombëtarët me qenë gjykatë kushtetuese. Ky s'po i beson gjykatës kushtetuese. Tani, në qoftë se ti si beson gjykatës kushtetuese tonës, të shtetit tonë, atëherë sa serioz je në raport me ata që e kanë sjell këtë kushtetutë dhe këtë status të Kosovës deri këtu. Thonë, ti s'po ju beson as atyne. Dhe kushtetuta, statuti që ka pas me udhëzu, ka mujtë
si që kanë thënë për marrëveshjen, me thonë që këtu është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës, statuti, edhe me ndryshu. E dim se cili që ka bo për Kosovën, nuk është nëjë sekret, nuk du me ushty me kërkan, por duhet me pas parasysh që duhet me ecë ka është rrjedha e lumit, sepse nuk jemi, s'po them Izrael, po jemi shumë shtetit vogël, fuqia jonë është e kufizuar, mundësit tona dhe statusi i ndërkombëtar prapë është akoma është diskutabil dhe duke bashkëpunu me NATO-n dhe me BE-n, na kemi veç perspektivë të fuqishme edhe të sigurt, më të madhe se sa duke ju rezistuar atyne qëndrimeve ose duke rezistuar dhe duke refuzuar marrëveshjet të cilat i kemi në shkruar. Liti. Sot SHBA dhe Izraeli bashkë me Britaninë e Madhe, megjithëse në një dilim të madhe, po ndodh një goditje sistematike ndaj Iranit. Gjithë hierarkia ushtarake dhe politike e këtij shteti u vran në një sulmir të organizuar nga SHBA dhe Izraeli për të godit platformën e tyre, siç kanë thënë, të kërcënime me armë bërthamore nga një program i pasuruar i uraniumit e kështu me radhë. Dhe në të njëjtën kohë, analistët të njohur të mirë ndërkombëtar po e shohin gjithë këtë goditje si një përpjekje vendosur e palekundër e SHBA-ve që të godas gjithë interesat ruse dhe kineze në atë rajon, sidomos në Iran, që është një sponsor i rëndësishëm edhe i luftës që po bën Rusia në Ukrainë dhe interesat kineze në anën tjetër. A ka Kosova kohë që të humbë tërvatet, të bëj këso gjanash lojra gati kaq letë të lexueshme me temën e presidentit dhe të mos ulet gjithë skena politike, s'po them që të bëj unitet, se ka pluralizëm, por ta ketë një reflektim më të pjekur kundrejt nevojës së shtetit tonë që të mos duket si një vend që prodhon pasiguri, prodhon edhe paqëndrueshmëri, prodhon edhe pa paraqikueshmëri politike. Unë thash që situata është tepër e rëndë, tepër e paparashikueshme që mund të ndodhë. Unë raportet e Izraelit dhe të SHBA-s, po të Izraelit në rend parë me Iranin dijen, edhe dijet fuqia e Iranit, por dijet edhe gabimet që janë bërë veçanërisht duke u përpjek që ta zgjeroj atë dominimin e vet ose influencën e vet përmes organizatave të krijuara të cilat në sot njihen si organizata terroriste. Tani unë e kam njeh Iranin më shumë që nga rënja e mbretit Reza Pahlavi dhe ardhja e Imam Homeinit në pushtet. Pak a shumë, nga ky moment Irani ka qenë në mbështetje të këtyre organizatave të cilat quhen terroriste dhe të cilat janë në listën e zezë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por ata kanë vazhduar rrugtimin e vet. Tani ka apo s'ka fuqi për ta prodhuar bombën atomike. Unë nuk jam specialist i fushë. Në dritën e atij konflikti, po them. Specialistët ka pas vështirë për ta prodhuar ajo vet. Deklarimet e tyre kanë qenë që ne sipas fesë, sipas të tyre, sipas shitëve, me thonë nuk prodhojmë armë të vrasjeve në masë,
Por kjo s'ka qenë e besueshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Platforma tyre që prej 79 është zhdukja e Amerikës, zhdukja e Izraelit. Krimi i organizata proxy të saj terroriste Hezbollah, Houthi, Hamas e tjera atje, dhe mbajta në intencion e vendeve të gjirit, në ndikimin sovjetik e kinez. Për mu, por si të qoftë, fuqia e Amerikës është ajo që është. Goditjet, na po e shohim goditjet çfarë kanë bërë edhe në Venezuelë, edhe në Iran, po besoj që shumë shpejt edhe në Kuba, dhe ndoshta edhe në një vend tjetër, është ku rrezikohen shtetat e ato interesat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ata për ata janë superfuqi, ata janë shteti më i fuqishëm. Po godet gjithë ato vende ku janë realisht regjime të instaluara nga sovjetikët në ndikimin direkt të interesave ruse. Hadithi, gjithë ato regjime kineze pa tjetër. Duket i betejë e madhe për kontroll të... Unë mendoj që Irani ka desh me u bë vetë superfuqi dhe nuk ka pas në interes për të kaluar në varësinë as të rusëve, as kinezëve. Mendoj që gabimi i tyre ka qenë jo rrëzimi Reza Pahlavit, po që se ka vazhdu politikat e veta shtetërore me SBA-t. Mendoj që kjo ka qenë e meta e tyre, gabimi i tyre, dhe deklarimi për zhdukjen e shtetit izraelit, mendoj që nuk është pranuar dhe s'do duhet pranuar nga askush. Cilat mund të jenë konsekuencat, pasojat, nëse mund të kemi konsekuenca, edhe këtu në Ballkan. Unë nuk mund të flas për atë. Ti në lufta atje, sepse u godit edhe një vend i NATO-s, Çiproja nga. Nuk e moj veten si specialist Iranit, por Irani shiko. Në rajon, këto tenis cilat mund të jenë. Ka qenë, është 6.000 vjet shtet. Në Brandorak, po natyrisht, po. Persia ka qenë, ne kemi mësu vetë kush ka qenë Persia, por tani politikat e gabueshme, situatat që janë kriju në rajon, sulmet atyne gjihadistëve, Hezbollah, Houthi, dhe së fundi është edhe Hamasi në varësinë e tyre. Është konsideru se ato sistemin raketor e ka dhënë Irani dhe e ka dhënë këta Korea e Veriut. Unë paka shumë nuk duhet me pa dhënat që dalin pastaj rretimet që i duhen shtetit. Por si do të qoftë, mendoj që bota është në ndryshim, bota është në rrezik të madh, dhe uroj që kjo situatë pushoj, dhe që edhe populli iranian tani veten më të lirë, pas asaj që ka ndodhur, dhe të vazhdojnë jetën si gjithë tjerë. Haliti, po bësh gati objektivisht për zgjedhje apo jo? Do të kemi zgjedhje sipas jush për parlamentin Kjo varet, unë nuk mund të flas Ti janë treguar po s'po them fal me gjithë. Por nëse nuk zgjedhet presidenti, ka zgjedhje. Tani i pëlqen dikujt, si pëlqen është problem vetë. Zgjedhet siç e do Kurti në gusht, në verën, në pikun e verës, apo me afate kushtetuese që edhe ato po janë të interpretueshme sipas vetë pushtetit. Po, kur dështon zgjedhja presidentit, brenda 30 ditësh duhet më anë zgjedhje. Tani, si do të operoj këtë rast Albini dhe kryetarja e kuvendit është një problem tjetër. A duan, nëse, po them, në situatën nëse po. Nuk zgjedhet. Për sa kohë që s'kemi marrëveshje dhe kjo nëse është legjitime të shihet, të analizohet, të vlerësohet. Ai marrëveshje duhet marrëveshja e vetme për ta zgjedhur presidentin
është që në salë duhet jenë 80 deputet. Sakt. Kaq. Që të njësë procedura. Edhe që është e një vota, i se ka problemi, po. Nëse si ka 80 deputet në salë, atëherë duhet negociaj për t'i bërë 80 deputet. Është pak si vonë, apo është Jo, në kohë? jo, edhe në minutin e funit mundet. Shka, marrëveshjet politike janë mund me qenë edhe më të mëdha se për presidentin. Për shembull, mund të ketë marrëveshje edhe për me hyrë në qeveri bashkë me dikon. Të ofroj 5 ministri dikujt. Ka marrë ta zoti Aziri kjo punë të Aziri? U kry? Jo, zoti Aziri që ka thonë, unë po them, ekziston mundësia, a ka Vendosen disa ka pika, po. vullneta, jo është tjetër gjë. Po mundësitë janë. Pse? Se nëse, për shembull, dikujt i konvenon me hi në koalicion me vend, dhe për të marrë një disa ministri, me marrë një vend, zavendës kryeministrit, ku da di unë, atër ekziston edhe kjo mundësi që ata që din e shfrytëzojnë, ose ata që janë tetur për pushtet, për me hyrë në pushtet e shfrytëzojnë. Unë nuk e besoj që PDK-ja e ban. E fundit, krejt, çka do doje të ndryshoje në, ose nëse është në rregull gjithçka, okay, por çka do doje të ndryshoje në PDK-n e tashme? E që mund ta kërkojnë edhe votuese që mund të jenë potencial votues tuaj. Votues të kujt do tjetër deputet. PDK-ja nuk duhet bëhet parti. Aq. Si? Parti, duhet bëhet parti. Dhe duhet Ose është parti? të ketë strategjinë e saj për betejë në opozitë edhe në pozitë. Nëse kemi këtë, dhe nëse kemi mbështetjen në elektorat, dhe nëse strukturat ndërtohen dhe funksionojnë, atëherë kjo partia. E tash? Tash kemi problem, kemi akoma, jemi me atë problemin që në ka ndodhë që 5 vjetë në parti. Kjo është një problem që në ka godit shumë. Po. Dhe po shpresoj që me kohën do të eliminohet kjo, për faktin se edhe ata që janë para gjykatës, po besoj që dalin pa fajshëm. Edhe tash është kryetar Bedriu, po ne duhet të organizojmë partinë në bazë, ne duhet të punojmë shumë. Faleminderit për kohën, Haliti. Faleminderit për ju. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.